Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka uruar Peter Maxhar, kryetarin e Partisë së Qendrës së Djathtë për fitoren elektorale dhe besimin e madh që ai mori nga qytetarët e vendit të tij në Hungari. Në postimin e tij në Facebook, Berisha thekson se përmes votës së lirë, qytetarët hungarez nxorën në opozit kryeministrin Viktor Orban dhe partinë e tij pas 16 vitesh në pushtet, si dhe pranimin me dinjitet të humbjes, duke uruar kundërshtarin për fitoren. Kryeministri Viktor Orban pasi pranoi publikisht dhe me dinjitet për humbjen, uroi kundërshtarin e tij për fitoren dhe vlerësoi ditën e djeshme si një fitore të demokracisë, duke dëshmuar kështu respektin e tij të palëkundur ndaj votës së lirë të qytetarëve hungarez dhe vlerave themelore të demokracisë së shtetit ligjor. Për të theksuar është fakti se dallimin më të madh nga Edvin Kristaq Rama, kryeministri Viktor Orban nuk zhvilloi një farsë elektorale, por zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai nuk u fali zgjedhësve 2 miliardë euro gjoba dhe kamata 2 ditë para votimit për të blerë votat e tyre dhe për të tjetërsuar rezultatin e zgjedhjeve. Ai nuk u dha pensionistëve që përbënin gjysmën e votuesve dhurata prej 100 eurosh në këmbim të votës, siç bëri Edi Rama në mesin e fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Ai nuk përdori organizata kriminale dhe kartele droge për të terrorizuar qytetarët e për të kontrolluar vullnetin e tyre, ashtu siç bëri Ramaduro në Shqipëri. Ai nuk dekretoi mbjelljen e 29.000 hektarëve kanabis për vota, siç veproi narkodiktatori në Shqipëri. Qeveria e tij nuk ndërtoi një komision zgjedhor karikatur, si ky i Shqipërisë, por ngriti një komision me përfaqësim të gjerë të spektrit politik. Së fundmi, kryeministri Orban nuk vendosi nën kontroll 90% të mediave të vendit dhe nuk bllokoi TikTokun siç bëri Edi Rama. Përkundrazi, televizionet më të shikuara të Hungarisë mbështetën kundërshtarin e tij, është shprehur Berisha. Ndërkaq, po këtë të hënë, lideri i opozitës ka zhvilluar një takim me kolegjin e kryetarëve të Partisë Demokratike dhe drejtuesit politik. Berisha kërkoi prej tyre që opozita të jetë në këmbë. Një fjalë thotë: uj flen, hasmi nuk flen. Ne duhet të themi uj flen, opozita nuk flen. Se po fjeti e merr lumi. Ndaj dhe ne duhet jemi në këmbë në çdo kohë, në çdo rast, në çdo përpjekje. Kështu që e thirrem këtë mbledhje këtë ditë për probleme jashtëzakonisht rëndësishme të partisë dhe të vendit. Sot, udhkryqi në të cilin e ka vendosur regjimi Shqipërinë, po bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm. Po bëhet më i rrezikshëm se kur më parë. Edi Rama, pas faktimit, pas dokumentimit të implikimit të tij direkt në një mori aferash korruptive, në dosjen Balluku dhe jo vetëm, pas faktimit dhe dokumentimit se Akshi është kopshti privat, në fakt është grope e zezë e lindave Trabs dhe vetë ati.